Mirë mbrëma dhe mirë se gjemë shikues të nderuar edhe me këtë emision të radhës Provita. Sonte bashkë me ne dhe me ju në studio kemi Dr. Irfan Ahmetin, ushtryes detyre, drejtor i klinikës universitare të smundjeve të endokrinologjisë. Dr. Irfani gjithashtu është edhe kryetari i Komisionit Nacional për Diabetin, kryetar i degës të shoqatës së mjekëve shqiptar të Maqedonisë, gjithsesi edhe kryetari i shoqatës shkencore për obezitet. Doktor, ndërimet e mia, mirë se erdhët në Provita. Dikur ju kishim endokrinolog, vazhdimisht kemi biseduar dhe kemi folur për temat të ndryshme që i përfshin në fusha e endokrinologjisë. Nifeni për këshillat e juaja rreth obezitetit, diabetit, hormoneve e kështu me radhë. Por kësaj radhe sonte në Provita jeni për ca tema tjera. Do të thotë si ushtryes detyre drejtor, tashmë jeni 6 muaj. Jemi në fund vit. Dhe do doja dhe me thënë që për hir të shikuesve të Provitës të shohim se si po funksionon kjo klinik, cilat shërbime jepën, cilat janë problemet të lashët që ju si menaxhues duhet t'i zgjidhni e kështu me radhë. Por për fillim le të shkojmë me atë që ju për momentin do të kishit dashur të thoni si fillim të emisionit. Faleminderit për ftesën, gjithmonë kënaqësi të jem me ju në emisionin Provita dhe nëse bëjmë një retrospektiv edhe unë do të thosha diku 20 vjetë që shoqërohemi her pas here në këtë emision dhe jam krenar që këtë jetë gjatësi të Provitës e kemi arritur falë angazhimit dhe përkushtimit tanë, sepse Provita në një farë mënyrë ka kontribu në edukimin e vazhduar, si thënë ne, kontinuar të populatës, të gjeneratave, me laramenin e profesionistëve, mjekëve, dhe gëzohem që jam pjesë e ekipit që ka marrë pjesë në këtë ju ishit edhe në filet shtuar edhe 10 vite më herët, edhe ju ishit në kohën kur ishit specializat, por faleminderit për këto fjalë. Miradije gjithmonë pa bashkëpunimin e mjekëve dhe kolegëve të juaj, normal se edhe Provita nuk do funksiononte. Shkojmë me atë që ju lajmëruam, do me thënë, i lajmëruam shikuesit se jeni ushtryes detyre drejtori klinikës. Është një klinik ku ka shumë pacientë, shumë trajtime, shumë diagnoze, po edhe mjaft e lashe, apo jo? Si do e kishit përshkruar, vlerësuar ju vitin që po e lëm pas? Do me thënë, sikur çdo shtëpi që ka edhe problemet e veta, po qëllimi është që ato sfida që ka i kemi, ato probleme me të cilët ballafaqohemi, ti zgjedhim sa më lehtë dhe sa më mirë, ashtu edhe çdo klinika jon, klinika e endokrinologjisë, gjithsesi se do t'ishte tash jo e realt nëse thosha se nuk ka probleme, por problemet janë të natyrës së vogël dhe fati i madh që unë aty jam me vite, do të nga viti 2004, dhe gjithsesi ato problemet afatgjata i kam analizuar dhe me ardhjen time, do të thotë nga Niko Riku e Këndej, disa intervenime, sepse planet kur i bëjmë plane afat shkurta, afat mesme dhe afat gjata, dhe gjithsesi ato problemet ma akute, si që quajmë ne, jemi mundu t'i zgjedhim. Një nga ato ishte çështja e kontratave, cila ishte vonu kontratave të 15 të aktivuarve personel shëndetësor, aty nuk kupton do të thotë edhe personel shëndetësor, edhe punëtor të administratës, të cilët fatkeqësisht 2-3 muaj kishin ngel pa kontrata dhe me njerë sa erdha unë dol një nevojë urgjente që të zgjidhet problemi i tyre dhe fal angazhimit sidomos ministrit të shëndetësisë dhe organive të tjera, e zgjedhën problemin dhe pastaj vazhdoi kjo kontrate e cila s'ka donë deri në fund të këtij muaji, po gjithsesi do të thotë nga ana tjetër ajo që ka ishte një problem për mu, ishte problem natyror që erdha në kohën e pushimeve, pastaj filloi ajo periudha e zgjedhjeve lokale dhe kjo zgjati, kështu që por pastaj e kapën punën. Dhe gjithsesi do të thotë janë të rëndësishme planet, do të thotë atë çka kemi realizuar sa i përket shërbimit tonë, do të thotë ne si klinikë universitare, si çdo klinikë tjetër, jemi klinikë relativisht e vogël, do të thotë dikun 70 punësuar kemi,
në krahasim me klinikët tjera, por çdo klinik do të thotë e ka atë organizimin e vet, do të thotë qoftë shëndetësor, qoftë administratës, dhe gjithsesi se në shumicën e rasteve kryjm shërbime profesionale të nivelit terciar. Por ajo çka unë do të kisha thënë se duhet punojmë shumë më tepër në një farë mënyre ta zvoglojmë numrin e vizitave ambulantore për arsye se në një farë mënyrë jemi të stërngarkuar. Po. Fillua të me thënë me realizimin e ca kontratave për punë. Thatë se jeni klinik me 70 të punësuar. Tani to ju drejtoj me drejtor apo jo se ushtrues detyre, po besoj që edhe shumë shpejt edhe ju do e merr një vendimin si drejtor. 70 të punësuar. Çfarë do bëni në këtë drejtim? Mjafton ky staf apo do kërkoni punësime të reja? Sepse një klinik, ka që ju po thoni jeni e vogël, po megjithatë duke marrë parasysh faktin se aty trajtohen shumë pacient, qoftë me diagnostikim dhe trajtim për diabetin, kemi probleme hormonale, me obezitet e kështu me radhë, që do të thotë pastaj duhet bashkëpunoni shpesh herë edhe me oftalmolog, shpesh herë edhe me neurolog, kemi shumë diagnoza për cilat do i përmend, mi besoj, më poshtë. Çfarë do bëni në këtë drejtim? Tat plane afat shkurte, të mesme dhe afat gjate? Po gjithsesi ajo çka dhe keni kërkuar apo jo punësime të reja? Gjithsesi do thotë kemi kërkuar punësime të reja, qoftë të mjekëve, do thotë specializant apo specialist, qoftë motrave medicinale apo për personeli tjetër të ulët, po gjithsesi edhe pjesë të administratës dhe në kuadër të sistematizimit dhe buxhetit të cilin do thotë na e ndan fondi për sigurim shëndetësor. Ajo çka është natyrore është shkuarja në pension dhe do të thotë punësimet, zavendësimet e atyre dhe ajo çka është shumë e rëndësishme do të thotë e bëjmë një plan të sistematizimit sipas kërkesave gjithsesi nevojave të reja të punës, atë çka e përmend, do të thotë zgjerimin e veprimtarisë terciare në klinikën tonë, sidomos asaj ambulantore e cila veçma do të thotë rritet sa i përket shërbimeve subspecialistike dhe sipas asaj do të thotë kemi mundësinë gjithsesi planin për reorganizimin e do të thotë reparteve gjithsesi njësive më të ulta në kuptimin e shërbimeve më adekuate. Si e keni paramenduar që përmendet edhe në fillim se një nga problemet janë edhe vizitat e shpeshta në ambulancat e juaj? Ne ishim bashkë me ekipin tonë, domethënë aty, morëm ca xhirime thjesht, ndoshta unë nuk do i shoh se në prapavi, por në momentin kur do i shihni do thotë ato inserte, mund t'i edhe ti komentoni, sepse edhe ambulancat janë jashtë internos apo godinës së internos, mandej kemi mjaft të lashe edhe gjatë vizitës së këtyre ambulancave, por më tregoni si e keni paraparë që të shkarkoni këtë numër të madh. Thatë se vinë mos tem tani me nevojë pa nevojë. Si e keni planifikuar? Dhe çfarë do të thoni me këtë? Do me thënë, atë çka ne në anglisht e quajmë SWOT analyzë, do thotë bëhet një analizë cilët janë anët e fuqishme tona nëse i analizojmë, por cilët janë edhe dobësit. Një nga ato dobësi çka e përmende, do thotë është edhe përfshirja në disa objekte jashtë objektit kryesor, do thotë jashtë repartit dhe gjithsesi kushtet me të cilët punojmë. Njëra është baraka dhe aty një nga obligimet e mia është që do thotë gjithsesi me përkrahje të ministrit, me përkrahje të institucioneve tjera të fondit shëndetësor, që për shkak të ndikimit të kushteve fizike, atmosferike në interpretimin, në rezultatet e laboratorit, që të bëjmë ndonjë analizë bashkë me ministrin, si ta dislokojmë në vend më të mirë adekuat sipas do të thotë kërkesave do të thotë për organizim shëndetësor.
sa i përket angazhimeve dhe zgjerimit të aktiviteteve, doli pak përpara një nga punët me të cilët merremi pak më shumë është çështja e diagnostikimit të osteoporozës me një aparat të sofistikuar, të ashtu quajtur densitometer, i cili e analizuam se përveç që përdoret për të përcaktuar densin e eshtrave tek osteoporoza, gjithashtu mund të përdoret edhe për të përcaktuar distribuimin e yndyrës në trup, qoftë yndyrës në lëkurë, po ajo që është më e rëndësishme të yndyrës në organe, e ashtu quajtura trashësi, gjithësisht majmëri viscerale e organeve. A mendoni se si klinik jeni të mbuluar, do me thonë, sa i përket spaku pajisjeve të dorës së fundit? A e marrim ne si pacient trajtimin e duhur? E sidomos gjatë diagnostikimit? Ashtu, gjithsesi, do me thonë, diagnostikimi për momentin klinika posedon me aparatura të përsosura diagnostike. Do të shkojmë një nga një, do të përmendëm osteoporozën, obezitetin, 2 vitet e fundit e punojmë shumë për arsye se e keni edhe ordinancën e posaçme, cilën gjithashtu kemi edhe qendrën, po doli një pjesë, e kemi qendrën për menaxhimin e obezitetit, e cila bën punë të madhe, jo vetëm sepse obeziteti është bile më i shpeshtë edhe se diabeti. Jo vetëm në diagnostikimin, por në promovimin e parandalimit të kësaj smundje pandemike, e cila pra është shkaktare mbi 200 komplikacione. Do thotë si klinik universitare e bëjmë edhe jo vetëm diagnostikim, por edhe e ngrejmë nivelin e vetdijes, sepse ashtu siç thamë, nuk është qëllimi që ne si klinik terciare universitare do thotë ti ngrejmë të gjithë pacientët me smundje kronike endokrinologjike, por qëllimi është që në një farë mënyrë të bëjmë promovim që të parandalojmë. Një farë lloj edukimi të qytetarëve se çfarë do të thotë obeziteti, si ta parandalojmë, pastaj diabeti, nëse e mbajmë në kontroll, nuk mund të jetë domethënë smundje e rrezikshme, por nëse ja anashkalojmë gjitha këto, po përfundojmë edhe atë nga barvendi në klinikën. Do thotë nuk është qëllimi i klinikës vetëm veprimtaria profesionale e specialistit dhe e subspecialistit, por vetë definicioni klinik nënkupton do të thotë profesion, arsim dhe shkencë. Ju si doktor Irfani, endokrinologu, e dim se jeni aktiv në mjaft fushata, sinqerisht për ju kemi ndjekë dhe din edhe shikuesit, por çfarë si klinik tani do bëni, do ndikoni pak më tepër me aktivitete të ndryshme që të informoni për rëndësinë e diagnostikimit të hershëm dhe parandalimit, sidomos tek persona që kanë probleme diabet, kemi persona që as që e din që kanë diabet, për shembull, dhe rastësisht mund ta vërejnë, mos flasim edhe për gratë në moshën, domethënë mbi 50 që kanë probleme me osteoporozën. Ja, në fund po përfundojnë domethënë në klinikën, kemi probleme hormonale, shumë çka tjetër. Çfarë do bëni? Keni planifikuar dhe është me rëndësi kjo se jeni tash përveç endokrinolog, tani jeni drejtor dhe duke punuar aty me 2 dekada më së paku. Besoj që e dini ku janë problemet dhe se si do të menaxhoni që të do me thënë, zgjidhja është shumë e thjeshtë, sepse këto smundje janë smundje kronike të cilët mundem të them 50-60% i takojnë në shëndetësisë primare. Dhe po të kishte ardhur i gjitha i fluks të ne, atëherë ne 17 mjekë që ka jemi, edhe 20 tjerë do duheshte që të punojmë, do thotë që të merremi me këto problematika. Prandaj qëllimi i jon, qëllimi edhe i imi, po edhe i ministrit është që të bëjmë do të thotë redistribuimin e disa smundjeve kronike, siç është diabeti tipi 2, obeziteti i fazave të hershme, që me atë problematik do të fillojnë të merren mjekët e mjekësisë primare dhe sekondare, gjithsesi me një edukim të mirëfillt të atyre nga ana jonë, sepse ne e bëjmë edhe edukimin e kuadrit do të thotë shëndetësisë primare dhe sekondare, me qëllim që të shkarkohet mbi ngarkesa e
e klinikës universitare me qëllim që ne të merremi me problematika që me të vërtet i takojnë nivelit terciar, do të thotë komplikime nga diabeti, obeziteti në shkallës tretë, obeziteti shumë i theksuar, të merremi me trajtimin agresiv të tyre, të qasemi në mënyrë multidisciplinare, do të thotë në qoftë se ka nevojë, do të thotë qoftë bashkëpunim me klinikat e tjera, dhe kështu do të thotë ta bëjmë atë organizimin e piramidës, çka nënkupton shëndetësi primare, çka sekondare, çka terciare. Megjithëse ajo dihet, po le të shkojmë pranë kënga. Do me thënë, ku e kam qëllimin? Shpeshherë ndodh që pacienti t'i thot mjeku duhet shkoj për shembull te doktor Irfani, ta shofa kam diabet. Dhe shifni tash, do të thotë ja na shkalon pacienti mjekun primar, ja na shkalon mjekun sekundar dhe vjen te ne që ne të shohim sa e ka sheqerin në gjak. Dhe pastaj ta zam se e ka në kufi, ne e bëjmë atë testin me ngarkesë me sheqer. Apo. Dhe gjithë kjo i takon mjekësisë primare, për të cilën do të thotë mjekët tan janë të edukuar dhe janë të përcosur. Prandaj organizimin e sistemit shëndetësor duhet ta bëjmë që njerë duhet do të thotë t'i besojmë mjekut primar, të shkojmë në shkallën e dytë nëse nuk kemi në internist në kabinetet për diabet, nëse flasim për diabet, po e njëjta është edhe me qendrën për menaxhimin e obezitetit, apo për gjendrën tiroide, do të thotë këto janë sëmundje kronike të cilët lehtë të menaxhohen nëse veç i kemi diagnostikuar dhe trajtimi është i lehtë. Atëherë kur do të vim klinik dhe për çka? Në klinik, do me thënë klinik. Atëherë pse duhet juve si specialist të vizitojmë nëse gjitha para po i kalon. Aty është puna, do me thënë raste që nuk mundin të kontrollohen. Që nuk mund të kontrollohen nga mjeku i shëndetësisë primare. Do thotë, fillon ta zam ke diabeti tipi 2 flasim, jo për tipin 1 i cili është paraqitet e tretë, kërkon një përkushtim më të madh, trajtime me insulinë e kështu me. Ke tipi 2, do thotë fillohet me intervenim në stilin e jetës, fillojmë me një terapi tabletare, nuk kemi sukses, e shtojmë të dytën dhe do të thotë mund të garantoj se 60 deri 70% të rasteve do të thotë të diabetit, obezitetit, hipotirozave, i takojnë mjekësisë primare dhe sekondare. Ku e kam qëllim? Që ne t'i përkushtohemi do të thotë parandalimit, gjithsesi t'i japim ato udhëzuesit të cilët do të thotë atë çka e përmendet si shoqata, jemi bartës të udhëzuesve nacional, qoftë për diabetin, qoftë për obezitetin, qoftë edhe për osteoporozën, por gjithsesi në bashkëpunim me Ministrinë e Shëndetësisë jemi aktiv në përpilimin e protokoleve se çka duhet do të thotë të punoj një mjek i mjekësisë primare, sekondare dhe terciare. Është shumë e rëndësishme kjo sepse patologjia rritet. Sëmundjet kronike, sidomos këto që ka i përmendim në endokrinologji, shumicën e vendeve në botës do thotë endokrinologjia 80-90% të aktivitetit e ka në ambulanta. Atëherë cilët janë ata pacientë me çfarë diagnoza edhe në momentin kur ne xhiruam bashkë me kameramanin ton, sa ishim në hapësirat e klinikës, pa pacientë të shtrirë, cilat raste do thotë duhet vim dhe si po funksionon termini im doktor, se ju mund të thoni që funksionon, po ja pacientët do thotë sinqerisht ankohen se nuk ka termine të lira, aq më tepër të kjuhet e shumë mjek të tjerë, ndoshta të cilët ata duan. Po përsëri do të them se termini funksionon, mirë po për shkak të numrit të madh ai termin mbushet, sepse rregulla është që një pacient të kontrollohet 20 minuta, apo. Dhe tash shpesh nuk mjaftojnë ndoshta edhe ato 20 minuta, duke marrë anamnezën, duke i bërë ca Jo, mjaftojnë, sepse përafërsisht do të thotë ai përcaktim se sa nevojitet është analizuar në krahasim edhe me vende tjera, kështu që tash flasim për të vështira që janë në kombinim, se e dini që kemi edhe shput diabetike, diabeti sulmon edhe syt, pastaj edhe sistemi nervor e kështu me radhë. Ashtu, do me thënë, atëherë kur kemi të bëjmë me ta zam një kontrollim të shputës diabetike, shumë mirë e ceke, atëherë do të thotë është e parapame 30 minuta kontrolli.
Kur kemi të bëjmë me ultrazërin e gjëndrës tiroide, gjithashtu është e paraparë 30 minuta. Pak përpara se une mundem ta shofi ta përcjeli, kaloj një pjesë e inqizuar ku bëjmë edukimin e mjekëve të ri për marrjen e materialit nga nyjet e gjëndrës tiroidet, ashtu quajtur impunksion të nyjeve nga gjëndra tiroide. Gjithashtu edhe ajo metodë dikun zgjat 30 minuta. Do thotë, varësisht për kompleksitetit, por tash kemi raste urgjente, raste ku pacienti tazam, cili tipi pacientit duhet vije tazam, ka diabet, gjithsesi ke ne vim pacientët të cilët janë të ndërlikuar. Diabeti e dini ju i jep komplikacionet. Pacientët të cilët kanë probleme me zemrën, kanë probleme aq ka përmende pak përpara me sytë, kanë probleme me veshkët, kanë probleme me këmbët. Dhe gjithë kjo do thotë na jep për të drejtë që me ato pacient të merremi ne, por të kemi kohë, se kur stërngarkohen ambulantët, atëherë mundet që të ndodhe që mos të kesh kohë për rastin më të komplikuar, për arsye se çdo pacient i ka 20 minutët e veta. Nuk mundesh ti thuash ti një pacienti që ka ti do të kontrolloj më pak, tjetrin do ta kontrolloj më gjatë. Aty është qëllimi, që të bëjmë diferencimin, dallimin mes një pacienti që është pa komplikacione, pacient që ne e quajmë të lehtë, që vjen në institucion terciar, dhe pacienti i cili do të ka shumë komplikacione, bile, shpeshherë ose duhet shtrihet në spital, ose duhet bashkëpunim ndërdisiplinar, do të ashtu quajtur bashkëpunim multidisiplinar. Pse e them këtë? Për arsye se do të trendet e reja në avancimin e terapisë kanë shku shumë përpara. A jemi edhe ne? Ose a jemi diku në afër? Absolutisht, do të thotë sa i përket barnave të cilët do të thotë kanë dalë si për trajtimin e diabetit, ashtu edhe diabetit tipi 2, ashtu edhe për trajtimin e obezitetit, në një farë mënyre na detyrojnë neve në institucion terciar si klinik të merremi me këto pacienta me të cilët pra është dëshmuar se këto barna jo vetëm se e rregullojnë tazam sheqerin, po zvogëlojnë peshën trupore, e parandalojnë përkeqësimin e veshkëve, përkeqësimin gjithsesi rreziku nga infarkti, e arterieve të gëmbëve e kështu me radhë. Gjithashtu do të thotë qasja te pacientët obez me terapinë e re, të cilën do të thotë ne si klinikë arritëm. I ka për gjithë pacientët apo janë të selektuar, sa varësisht për gjendjes? Sepse më besoni, doktor, ju e dini edhe vetë, se ankesat janë, do me thonë. Ka insulin, s'ka insulin, ka termin, s'ka termin. Do thotë, nëse dalim jashtë kornizave të klinikës, do thotë flasim tash si drejtor, por nëse dalim jashtë kornizave të klinikës, po ju jeni edhe në ca shoqata dhe i dini qita informacione. Prandaj tash sonte nuk do ju trajtoj si endokrinolog, si mjek, po tani me gjithat keni edhe mundësi për të ndryshuar gjërat, por edhe keni përgjegjësi apo jo, si klinik. Do thotë, ta mbyllim qarkun me këtë, do me thanë, morëm një buxhet këtë shtesë të kushzuar, si që quajnë. Për fillim po, sepse gjitha ato planet, afat shkurte, afat mesme. Sepse këto janë barna të reja dhe fillojmë. Do thotë, trajtojmë raste të cilët do thotë kemi obes me të vërtet pesh si e quajmë ne morbide. Dhe tazam se ne ndër të tjerët merremi edhe me aktivitet shkencor dhe bëm një analizë ku dëshmohet se përveç përmirësimit do thotë pamjes fizike, këto barna e kanë efektin edhe te do të thotë rregullimi i shtypjes, i ndyrnave e kështu me radhë. Përmenëm shumë çka. Keni apo jo regjistrim për të parë gjendjen reale, do me thonë, se sa dhe si jemi ne sa i përket ta zonë qoftë për smundjet e diabetit, apo edhe ato që ka mendoni? Është shumë pyetje me vend. Ne disa vite mundohemi të imponojmë regjistrin e smundjeve kronike. Do thotë te ne
do t'ishte mirë të kemi regjistrin për diabetin. Do t'ishte mirë të kemi. Do të thotë kemi apo nuk kemi? Për momentin nuk kemi, por termini im, po une për arsye se thatë jam kryetari Komisionit Nacional për Diabet, dhe shpeshherë në ditën e diabetit dali me numra, apo sa kemi me diabet e kështu me radhë, dhe do të thotë në bashkëpunim me personelin e terminit tim, do të thotë diku 95% numrat i kemi të saktë. Por regjistri nuk nënkupton vetëm numra. Regjistri nënkupton përcaktimin ne i quajmë komorbiditete, e smundjeve tjera. Do thotë regjistrohet gjithçka. Sa gjatë kohë ka qenë tazam diabeti i rregullum, si ka qenë i rregullum, si kanë qenë yndyrnët në gjak, si është shtypja gjakut, a ka smundje tjera të cilët shoqërohen, do thotë si smundjet e zemrës, edhe ne vazhdimisht insistojmë që përveç kur e shifrojmë aty si mjek diabetin tazam, nëse personi e ka diabetin, aty sipas klasifikimit do thotë ndërkombëtar të smundjeve ka shifër. Tazam diabeti tipi 2 ka E11. Mirë po, në qoftë se ka komplikime, atëherë i shtohet, nëse ka neuropati 11.2, nefropati 3, 4, mente gjakut 5, e kështu me radhë. Do thotë, ato neve na mungojnë. Ku kemi një diagnozë diabet, diagnozën e dytë diabet me infarkt, ose diabet me retinopati, diabet me nefropati. A e keni plan të punonin këtë drejtim dhe a mendoni se do jetë e mundur që ta kemi edhe këtë regjistër? Ashtu, jo vetëm ne, por edhe mjekësia primare dhe sekondare, sepse gjithku në botë, epidemiologjia dhe të dhënat, neve jo që na ndihmojmë vetëm për ta shohim gjendjen, po ku të intervenojmë, ashtu si që pyetët ku kanë qenë dobësitë dhe çka mendoni për klinikën, ashtu edhe me gjendjen e smundjeve kronike. Do thotë, mendoj se duhet ta ngrisim dhe jemi në atë rrugë, në bashkëpunim me Ministrinë e Shëndetësisë, me fondin të investojmë në prevenim, në parandalim, sepse këto smundje janë smundje kronike të cilët është shumë me rëndësi do të ndikohet në parandalimin e tyre, edhe pastaj të investojmë në edukim të mirëfillt, me qëllim që të bëjmë do të thotë atë selektimin se cilët smundje duhet realisht të kalojnë në sistemin shëndetësor sekundar, sepse mos harrojmë për momentin sistemi shëndetësor sekundar sa i përket diabetit është pak i angazhuar. Dhe gjithsesi edhe aty do duhet një bashkëpunim do thotë i mirëfillt. Kishim ne një takim me kryetarin e shoqatës së internistëve, ku ato janë të disponuar që të kyqen më shumë. Dhe në këtë mënyrë do thotë ta bëjmë atë do thotë ndarjen e këtyre. Motiko po flitë, doktor, me vite të ra. Po dikush duhet të me vite të ra se duhet domethënë të organizohet sistemi. Unë ju dëshiroj suksesin këtë drejtim, sinqerisht se gjithçka do ishte ndoshta më lehtë edhe për pacientin. Pse të vim në një klinikë ose prej vendeve tjera, prej qyteteve tjera, të vim të presin rënd dhe në fund mjeku ka kaluar numrin e pacientëve që i ka pasur me termin. Pastaj ja këtu të lashet me termine prioritare, dikush dikende njef edhe kështu me radhë, ndërkohë që ka raste edhe të vjen pacientin ndoshta edhe prej qytetit tjetër dhe mos mund të bëj kontrollën e një sa i përket, unë mund të flas për klinikën tonë. Kësaj radhe për te klinika juaj po flasim. Se klinika tjera do i vjen nëse jo para vitit 3, pas vitit 3, do e kenë radhën edhe drejtorët tjerë. Nuk ka pacient që është kthy. Ata them, për arsye se bile kemi ambulanta sinqerisht të stënga kume, se kemi ambulantën e cila punon për prioritet, do të thotë për raste të cilët janë të dërguar si prioritet. Epse edhe aty do të bëjmë analizë se sa janë ato raste me prioritet, por do të thotë megjithatë
derisa nuk e ke kontrollu pacientin, ti nuk mundesh ta dish a është prioritet apo nuk është. Këtu deshta ndërhyjë. Prandaj them, në qoftë se e bëjmë analizën. Mjeku që e ka dërguar një person do të thotë ndoshta e ka vlerësuar se është me prioritet. Shif aty ta lëm për tjetër erat bisedë sepse bashkë bashkë me mjekë të tjerë, sepse çdo problem duhet të ketë zgjidhje. Jo të kritikohemi. Dalemi pak edhe tek edukimi. Derisa që ndruam ne aty, pam domethënë edhe ca specializant, do të thotë kishte edhe nga vendi, po kishte edhe nga Kosova. Ishit duke edukuar dhe trajnuar, po për atë ju do na sqaroni çka konkretisht ju njoftuat pakës, domethënë më herët, por do e lustre Gjin që na e lëshon edhe pse intervista kësaj radhe me të vërtetë ishte e shkurt, por megjithatë le ti dëgjojmë edhe ata çfarë do të thotë, se ishte një metodë për cilën do me thënë se nuk gaboj ju vete kishit shpikur se si mund ti mësoni specializantët, ti edukoni se si duhet të trajtohet do me thënë dhe si të merret materiali. Ishte një ide jashtëzakonisht interesant, s'paku për mua. Pak qesharake. Jo qesharake, nuk ishte sepse ja, ti ndjekim ata, edhe pastaj edhe sekuencat filmike ndoshta edhe i pam atë më herët. Regji? Respekte, doktor Uran, ju edhe kolegët e juaj këtu në klinikën e endokrinologjisë, jeni duke u trajnuar, jeni specializantë, vini nga Kosova, por kishim specializantë dhe kemi edhe nga vendi. Çfarë ishi duke bërë deri tani, derisa edhe kameramani ju një gjiroj, bashkë këtu me ekipin, me motrat kryesore, e kështu me radhë. Ishit duke... Po, pa tjetër, faleminderit, unë jam doktor Urani, jemi specializant që kemi ardhur nga Kosova këtu për trajnim, faktikisht edukim të vazhdueshëm profesional. Këtu jemi tek doktori Irfani, drejtori klinikës endokrinologjisë, ku veç se tashmë disa ditë kemi filluar trajnimin e funksionit, domethënë faktikisht kjo është funksionin e gjandrës tiroide, ku këto që i pam pak më herët janë disa metoda domethënë që përdoren tek ne, që bëhen funksion biopsia. Po ashtu, domethënë edhe monitorimin nëpërmjet EHO-s që duhet të jetë i vazhdueshëm. Pak a shumë ato që i pam janë disa gjëra domethënë që mirret biopsia në gjandrën tiroide, mirret rezultati dhe mendoj mbas të rezultatit domethënë mund ta shohim se deri në çfarë vlere për shembull është rreziku ose jo, dhe mendoj domethënë mbas të asaj mund ta vlerësojmë pak a shumë se për një diçka. Për shembull ka ndonjë tumor ose ka ndonjë metastaz pacient ose ndoshta nuk ka problem fare, atëherë thjesht një vazhdimsi e pacientit për shembull që bëhet me muaj një kontroll e vazhdueshëm e pacientit, kështu që ato që i pam pak a shumë janë thjesht metoda domethënë që bëhen për funksion biopsinë e gjandrës tiroide, që thjesht me një shiring mirret materiali, mandej dërgohet për biopsi dhe mbas rezultateve pastaj shohim domethënë gjërat e tjera çfarë mund të bëjmë. A jeni të kënaqur këtu me gjithë kushtet ku punoni, keni ndonjë ndoshta ide apo si e komentoni ju tani punën, specializimin këtu? Kushtet pak a shumë janë shumë mira, domethënë të pas parasysh tash që jemi në një institucion shtetëror, kështu që janë të mjaftueshme, ndoshta kish më qenë më mirë, më qenë pak më të noja se hapësira, mirë po për sa i përket për shembull ultrazorit që janë domethënë ndër më të mirët e kohës, kështu që sa i përket punës që bëhet, puna bëhet në mënyrën më të mirë të mundshme, thjesht ndoshta kish më qenë më mirë me pas diçka pak eventualisht hapësira pak më të noja, po për sa i përket neve që vina domethënë si specializant prej Kosovës edhe që bishojmë këto gjanat, këto janë për neve shumë mira dhe janë diçka që mund të vazhdojmë edhe atje, edhe pse i bëjnë edhe atje, domethënë thjesht janë diçka shumë mira. Për momentin këto mundësi që i kemi, ne jemi të kënaqur. Unë shumë doktor Sazan Krasniqi, jemi nga Prishtina, domethënë kena orë këtu për të ushtruar domethënë FNA biopsin, domethënë kemi një trajnim 12 javor, domethënë është faktikisht java e 5 që tani dhe kushtu që kena filluar të doktor Irfani, fillimisht domethënë duke shikuar së pari dhe me kalimin e kohës do të fillojmë edhe ne të aplikojmë këto metode. Do një porosi atyre që duan ndoshta të bëhen endokrinolog, sepse kemi deficit në këtë fushë. Po, endokrinologjia është një lami shumë e gjonë, kështu që mirët me shumë smundje, posaçërisht me smundjet metabolike, kështu që kisha sugjeru që kush vendos për endokrinologji nuk gaban.
Keni apo jo edhe ju atje raste të shumta, qoftë me diabet, qoftë me probleme të këtilla? Po, absolutisht, edhe tek ne ekzistojnë raste shumë, si me diabet, si dhe me problematika tjera endokrinologjike, dhe kështu që kemi edhe staf të mjaftueshëm. Po ndihem shumë mirë, doktor Irfani është një profesionist i cili po na tregon se si të bëhet kjo metodë, na ushtroi neve sa më mirë, kështu që unë jam shumë e kënaqur. Diçka tjetër të shtash për emisionin Provita? Faleminderit për juve, diçka tjetër. Spitali, klinika, motra kryesore, kolegët ju presin mirë, si po sillen me ju? Mirë të gjithë, jam mirë. Jemi të kënaqur plotësisht, shumë të kënaqur jemi me klinikën, me stafin, me motrat, me mjekët, me gjithë. Edhe njerë ju faleminderit e suksese. Ndërkohë shikues të nderuar, ne kthehemi në studio. Ja pra, drejtor, hapësirat mëdha po kërkojnë specializantët, po megjithatë besoj që edhe mjekët, megjithëse edhe ju theksuat që keni nevojë diçka për të riparuar, dhe a mjaftojnë apo jo 12 javë për të edukuar dhe për të dalë do të thotë një Hajtë të qeshimi pak fajt, i kam unë se i pranova 4. Nuk ndaheshin dhe u duke këtë hapësira e ngushtë, po me qëllimi mora për arsye sepse ndonjëherë puna në ekip, sidomos kur atë çka deshim ta shohim nuk e pam, do të thotë mënyra se si ushtrojmë, ndonjëherë është më mirë të ketë më shumë dhe të i lashtë i shikojsh nga anësh se si vepron do të thotë mjeku dhe do të thotë teknikën me të cilën do të thotë duhet t'i përsosim për marrjen e materialit nga ato nyjet e gjendësirë. 12 javë, po. Sepse kemi edukim, sepse shihni këto nuk sqarun, këto kolegë nuk sqarun, këto janë kolegë të edukuar. Do të thotë, paraprakisht mirë është të ketë një edukim për ultrazërin e gjendrës tiroide. Do të thotë ne bëjmë edukimin për ultrazërin e gjendrës tiroide dhe edukim për do të thotë për metodën e punksionit, shpimin, gjithsesi punksionin e pjesëve të dyshimta, gjithsesi noduseve nga gjendra tiroide. Unë besoj se do të thotë sa i përket kushteve, atë mundem të them xhirimet që i bëm atje derisa këtë ekip të rinjësh e edukonit, ishte me të vërtet një metodë thash interesant. Ju shfrytzuat një copë mishi me ca ullin dhe fara të ullinjeve. Por normal duhet t'i improvizojmë, do të thotë. Duhet t'i improvizojsh. Nuk kishit kukulla, po pse vendoset këtë metodë? Sepse më duket vetëm ju jeni endokrinolog që i edukon specializantët, apo gaboj? Për momentin, po gjithsesi ka kolegë të cilët do të thotë edukojnë për ultrazërin e gjendrës tiroide, por për funksionin do të thotë te ne jam unë, dërsa ka instituti i mjekësisë nukleare, ka kolegë të cilët merren me edukimin e kuadrove. Do thotë mund të themi se do thotë kemi bën një punë të mirë sa i përket edukimit mbi të gjitha për ultrazërin e gjendrës tiroide, sepse shumë është me rëndësi kur dikush e dërgon pacientin për punksion, duhet ta di sipas cilave kritere do thotë i plotson kushtet ai ndryshim, a duhet shpohet apo jo, sepse e njëjta gjë do na ndodhe. Shpeshherë na çojnë pacientat të cilët nuk ka nevojë të punktohen dhe ne i kthejmë, ndërsa ne kur i kthejmë faktikisht ato pacienta e kanë zënë vendin. Dhe përsëri do thotë edukimi i mirë fillon nga niveli më i ulët, nga ato të cilët i çojnë për funksion, flasim për funksion. Ja ku është ajo. Po, mund t'i komentoni nëse të shohim tani çfarë po bëjnë, nëse mund t'i. Do të thotë shihni tash në perëndim ka kurse, do të thotë edukime që quhet hand on dhe hand off. Do të thotë shumicën e rasteve janë që do të thotë edukimi bëhet ku nuk sidomos në fillim nuk lejohet do të thotë që të bëhet do të thotë punksioni i mjekut që është në edukim tek pacienti. Dhe gjithsesi tash në perëndim ka fantoma, ka kushte më të mira, po edhe këto janë një improvizim për arsye se do të thotë kur bëhet shpimi, do të thotë bëhet shpimi i lëkurës tek pjesa e qafës të gjendrës tiroide, pastaj depërtohen, ndonjëherë depërtojmë në përmes muskulit dhe arrim tek nodusi.
Dhe çka është qëllimi që këto kandidat edukohen se si ta përcjellin gjylpanën dhe si ta arrin deri te pjesa ku duhet të marrin material. Do thot, ajo është improvizim, do të marrish diçka e butë që imiton do thot një nyje, një nodus ne e quajmë hipoekogjen, do të marrish një koc prej ullinit që duket se ka kalcifikat, do të marrish do thot pjesë tjera të çka i përdorim në përditshmëri, qoftë ara, qoftë lehtësi e kështu me radhë, humbulla qershi, dhe më në fund për arsye se punojmë në kushte sterile, pastaj gjithë këto i çojmë në fritesë. Në fritesë. Këto gjyrime i bëm aty. Çka është me rëndësi? Do thot tash atë çka tha kolegu, do thot pak të përmirësohen kushtet, të zgjerohet e diçka. Do tash kemi do thot në plan ta lidhim monitorin e ultrazërit me një monitor të madh, pikërisht për qëllime edukative. Do thotë jo të afrohen te monitori i vogël kanë, po ta shohin në monitor të madh dhe ta përcjellin. Faktin që këta vetëm disa ditë ishin duke u edukuar, jo rastisht. Po kemi nxjerrë gjenerata, kemi nxjerr gjenerata, nuk janë këto të parit. Po do të them që tash derisa ne qëndruam. Ajo është qëllimi, do të thotë qëllimi. Dhe vajzat treja do të thotë. Qëllimi do të thotë jonë është që ne të vazhdojmë me edukimin. Me edukimin sepse ato pastaj do punojnë në për qendra të tjera medicinë. Kemi në vetëm këtu te ne në Maqedoni mbi 40 specialista kemi eduku për ultrazërin e gjendrës tiroide. Dikun 5 specialista që për çudi punojnë në vende të vogla, por punojnë në mënyrë të shkëlqyeshme në funksionet e noduseve të gjendrës. Doktor, edhe internisti mund të detektojë apo jo? Absolutisht. Edhe internisti domethënë mund të detektojë nëse kemi probleme me tiroiden, e çka tjetër? Dhe shihni tash, do me thënë, internisti është shumë i rëndësishëm në këtë, do thotë, zinxhir të diagnostikimit të smundjeve kronike, por ne flasim për endokrinologji. Përcjellim këtu ndryshimet që ndodhin mendoj se e dini këtë gjendër tiroide. Do thotë, i përcjellim ndryshimet dhe internisti duhet ta vendosë. A i plotson kriteret ai ndryshim në gjendrën tiroide për funksion apo nuk i plotson? Mjafton ajo. Nuk flasim për ultrazërin në përgjithësi, do të thotë karakteristikat e gjendrës tiroide, a është hipotiroz, a është hipertiroz, sepse edhe ato munden të shifen. Gjithsesi unë kur i edukoj, jo vetëm unë, po edhe perëndim, do thotë edukimi i ultrazërit është ultrazëri i qafës, sepse nuk mjafton vetëm gjendrën tiroide ta vlerësojsh, po duhet gjithsesi edhe strukturat përreth t'i shofish, sepse ndonjëherë ashtu si përmendi kolegu, nëse dyshojmë për kancer, karcinom të gjendrës tiroide, gjithsesi duhet t'i shohim përreth nyjet limfatike. Dhe nga ana tjetër nëse punon gjendra tiroide shumë, do t'i shohim menat e gjakut, do të thotë shumë e vaskularizuar ajo gjendër tiroide, punon shpejt e kështu me radhë. Do të thotë thjesht punojmë metoda të cilat ultrazëri nuk e flasi, do të thotë flasim për funksionin, do të thotë një metodë e cila do të thotë nga shërbimi endokrinologjik në Maqedoni punohet vetëm te ne. Që do të thotë se aty është pak më rëmuj, sepse ndoshta kemi shumë pacient, apo jo? Si do e kishit komentuar? Kemi apo jo pacient shumë që pastaj pas kësaj metode të diagnostikimit dalin me probleme shumë më serioze? Jo, qëllimi është që me kohë të zbulohen ndryshimet dhe të bëhet intervenimi. E kur vinë pacientët zakonisht? Në cilën fazë? Fatkeqësisht ndonjëherë do të thotë edhe pse jemi të qartë. Për herë themi kanceri i gjendrës tiroide është më pak i rrezikshëm prej gjithë llojeve të kancerit. Sepse me intervenim kirurgjik, me radiojodterapi, shumica e kancerëve do të thotë gjendrës tiroide mund të them se shërohen. Dhe metastazat janë të rralla,
gjithsesi vdekshmëria është shumë më e vogël. Në krahasim, por do thotë fatkeqësisht aq ka desha të them, kohëve të fundit rritet numri i kësaj patologjie. Pak nga faktori i jashtëm, pak nga përmirësimi i kushteve për diagnostikimin e këtyre problemeve. Po. Doktor, nuk përmendëm për trajtimin e pacientëve që kanë probleme hormonale. Edhe aty do me thënë pjesa dërmuese e pacientëve, qoftë nga mjekuam, qoftë nga ginekologët, po edhe internistët dërgohen në klinikën e endokrinologjisë. Shka me këta pacienti, keni kushtet për ti diagnostikuar problemet e tyre, për ti trajtuar, ose thënë më saktë, a keni ndonjë plan që ndoshta do e avansoni, mungon, diçka nuk mungon? Si funksionon klinika në këtë drejtim? Po, shifni tash, do të endokrinologjia shumë mirë e thamë, endokrinologjia nuk është vetëm diabet dhe tiroid ose obezitet, endokrinologjia është një lantë, një disiplinë shkencore, do të thotë, e cila do të studion gjëndrët endokrine, hormonet, elektrolitet, e kështu me radhë, do të thotë një lantë, një disiplinë dinamike. Qoftë problemet me hipofiz, qoftë problemet me gjëndrën paratiroide, qoftë do të thotë gjëndrën biveshkore, do të thotë çrregullimet në gjëndrën biveshkore, në ovaret, gjithsesi në vezorët, pastaj e ashtu quajtura endokrinologji reproduktive, do të thotë steriliteti, infertiliteti, qoftë mashkullor, femror, do të thotë kemi patologji e cila është specifike dhe i cila do të thotë i takon endokrinologut dhe pikërisht për këtë themi, do të thotë kemi patologji e cila duhet kryekputët pacienti duhet të vije në klinikën tonë për arsye se edhe përveç ginekologut, sepse shpeshherë ne bashkëpunojmë me ginekologun sa i përket endokrinologjisë reproduktive. Do thotë, çështja e diagnostikimit varet nga një laborator i mirëfillt. Dhe aq ka mund të them, ne kemi kushte parafërsisht të mira sa i përket laboratorit, por gjithsesi aty ku ne mendojmë se duhet të përsosim diagnostikimin e smundjeve tralla, gjithsesi se aty e bëjmë planin për vitin 2026 që ta zvoglojmë harxhimin për të ashtu quajtur reagjencë të nivelit matjes së sheqerit, hormonit të tiroidës, të hemoglobinës ANIC, dhe atë buxhet ta orientojmë në do thotë matje laboratorike të cilët na duhen për diagnostikimin e smundjeve endokrine të tjera, të cilët nuk bëhen në klinikat e tjera. Kështu që aty tash do thotë punojmë në përmirësimin, gjithsesi rritjen e kualitetit të shërbimit në klinikën tonë. Çfarë do shpalosni tani për shikuesit e Provitës sa i përket planeve të juaja pas këtij viti, se jam veç me të vërtetë iku edhe ky vit? Po ajo çka ne do të tash e bëjmë planin për vitin 2026, gjithsesi se do të thotë në buxhetin e vitit 2026 kemi disa do të kemi në bisedime që të rritet pak buxheti për arsye të rritjes së metodave diagnostike të cilët do të thotë i kemi të parapame, folëm për obezitetin, i cili do të thotë rritet me të madhe, diagnostikimin, pastaj do të thotë metodat më të sofistikume të përcjelljes së çrregullimeve metabolike përmes densitometrisë, aty bën pjesë edhe laboratori i cili duhet të jetë në nivel shumë më të lartë, do thotë e ashtu quajtura hormonologji, duhet të identifikohet klinika jonë si qendër referente në gjithë Maqedoninë, dhe gjithsesi se kjo në shërbim të do thotë të pacientëve, sepse siç themi pacientët janë në fokus, në qendër,
dhe diagnostikimi i ershëm, trajtimi i ershëm me qëllim të parandarimit të komplikimeve. Bashkëpunimi gjithsesi me Ministrinë e Shëndetësisë, sepse pa përkrahjen e Ministrisë së Shëndetësisë dhe të Fondit Shëndetësor, ne pothuajse nuk mundemi të realizojmë edhe planet. Planet e punësimeve gjithsesi janë parasysh, do të thotë për punësime të kuadrove të reja, të mjekëve, të motrave medicinale, sipas do të thotë planifikimit dhe besojmë se planifikoni se përmendet 70 punësuar, edhe sa ju duhet që kjo klinik të funksionon? Themi pa telashe, pa probleme. Do të thotë ne thamë se nuk është qëllimi që ne ta shtojmë numrin e të punësuarve të rrisim numër të madh. Shkojmë me sa keni nevojë, sa mjek keni apo. Do të thotë në qoftë se flasim ne sepse ato janë përsëri do të them, sistematizimi ta mundson apo nuk ta mundson, do të thotë numrin e të punësuarve të ri. Ajo çka tash e kemi sipas propozim sistematizimit të ri, sipas nevojave të reja të klinikës, duhet dikun edhe 2 mjek të ri, në qoftë se na mundsojnë institucionet më lartë. Pak më tepër, jeni drejtor, do të këmbgulni pak më tepër të kërkoni. Besoni se klinika si klinikë do të thotë punon në mënyrë perfekte. Përsëri do të them, reorganizimi i punës, gjithsesisht delegimit të përgjegjësive, gjithsesisht decentralizimi duhet të bëhet, sepse klinika si klinika duhet të merren me shërbime terciare. Në qoftë se atë e arrim, besoni se do të zvoglohet numri i pacientëve dhe këto mjek që punojnë, që merren me arsim, shkencë dhe profesion, do ta kryejnë punën në mënyrë perfekte. Do të thotë jam do të thotë modest. Nuk du të them se kemi nevojë për 15 mjek, sepse nuk është reale. Por, edhe nuk mundemi të ndryshojmë sistematizimin kur dojmë neve, por, them, në kontinuitet, kolegët që shkojnë në pension, gjithsesi do të zëvendësohen, si thonë, me default. Ajo çka është me rëndësi se ne nëse e zgjerrojmë aktivitetin ton terciar endokrinologjik, atëherë ne bëjmë kërkesë dhe institucionet përkatëse, qoftë Ministria e Shëndetësisë, qoftë Fondi Shëndetësor, e shqyrtojnë sepse edhe për këtë rritje, gjithsesi në qoftë se buxheti nuk aprovohet, do thotë si klinika ngelet borxh apo jo për këtë vit? Borxhet i kishim të trashëguara. Pavarësisht tani ngelet ajo më. U munduam të zvoglojmë pak ato borxhe, por për një periudhë të shkurtër nuk mund të them se janë pastruar, sepse në qoftë se është borxhi është akumuluar, nuk mundesh por funksionojmë. A do ju kushtoj nëse ju pyes a jeni në listën e atyre 18 klinikave? Si? Tash, a do ju ngushtoj nëse ju pyes se jemi drejt për drejt, a jeni në listën e 18 klinikave? Absolutisht nuk jemi, por shihni tash mangësi ka. Qëllimi është që shkojmë përpara. Shërbimi terciar është me të vërtetë është në nivelin e duhur. Por duhet mendojmë pak se si të shkarkohet nga ngarkesa e panevojshme. Doktor, çka me spitalet sekondare? Dhe aty kemi endokrinolog, po thuajse në çdo spital kemi laborator. Sa jeni në gjendje, domethënë si klinik të bashkëpunoni dhe bashkëpunoni me spitale tjera sekondare, qoftë në Shkup po edhe në qytetet e tjera? Po. Bashkëpunojmë. Sa ata po ju ndihmojnë spaku në trajtimin e rasteve që nuk janë, domethënë, shumë të më serioze të themi ose më të rrezikshme. Po, na ndihmojnë jashtëzakonisht shumë, por shihni aty është edhe qëllimi që bashkëpunimi ta zam kemi raste të komplikuara, shpeshherë na paraqiten nga qytetet e tjera dhe gjithsesi ne jemi të hapur për ato raste, sidomos nëse janë raste për hospitalizim, sepse edeni ndonjëherë ka raste kritike të pacientëve tonë, qoftë me diabet, qoftë me çrregullime smundje të hipofizës, mbiveshkores e kështu me radhë, dhe gjithsesi ne jemi kolegë, nifemi, bashkëpunojmë, takohemi në simpoziume, në kongrese shkencore dhe do thotë i ndajmë përvojët tona dhe
gjithmonë jemi të hapur dhe them atë çka kolegu më duket pak përpara e përmendi, do të thotë kemi një fluks të madh të specializimit të endokrinologjisë. Do të thënë sipas jush nuk kemi deficit në këtë fushë. Ku mendoj se do të thotë përpara kur kishim deficit, tash veç ma jemi ka arritja e një kvantumi të specialistëve endokrinolog, bile në këtë fazë, sinqerisht, sepse politika shëndetësore është shumë e rëndësishme të bëhet me kohë. Në këtë fazë, kapaciteti i klinikës do të thotë është i mbushur sa i përkat, sepse specializantin duhet ta mësojmë, ta edukojmë sipas programit. Dhe në qoftë se ne jemi të stërngarkuar me ambulanta e kështu me radhë, atëherë do të thotë atë që thamë, edukim, shkencë, profesion, qëllimi është që specializanti i cili vjen te ne 6 vjet të marrë edukimin e mirëfillt dhe nesër të jetë i pavarur për problemet endokrinologjike. Dhe e përshëndes po ashtu sepse me një periudhë kohore kur ministrin e përshëndes gjithsesi ministrin që mendoj se u vendos të kthehen specializimet njerë mjekësi interne dhe pastaj të vazhdohet në subspecializim në endokrinologji ashtu si ne kemi qenë përpara. Sepse ajo është më efikase sa i përket do të thotë edukimit të mirëfillt të një mjeku sekondar dhe pastaj specialist dhe pastaj subspecialist. Keni apo jo problem me largimin e mjekëve nga institucioni juaj, nga klinika juaj? Siç kanë përgjithësi disa. Nuk kemi pas në largim. Kështu që do me thonë bile kanë ardhur. Bile kanë ardhur, rregull. Po, kanë ardhur. Erdhë dhe fundi i emisionit, minutat e fundit për ju, për gjithçka çka mendoni si drejtori një klinike kaq të rëndësishme, ku thash trajtohen pacientë me më shumë probleme. Tash mos t'i përmendmi prapë qoftë me diabetin, obezitetin, hormonet, hipofizën e kështu me radhë. Çfarë është ajo që do të kishi dashur të ndani me shikuesit e Provitës, duke marrë parasysh se jemi në fund vetë, kaloi ky vit me telashe, pa telashe, ju e dini më mirë se ne, dhe rreth asaj se çfarë na pret. Dhe çfarë duhet bëjmë 2026 nëse nuk e kemi bërë 2025? Çfarë duhet bëjmë? Po duhet jemi të gëzuar, duhet jemi të lumtur, mbi të gjitha duhet ta ruajmë shëndetin, sepse pa shëndet do thotë gjithçka tjetër e humb vlerën. Merrem me mend, një virus, një grip, sa e prish disponimin e një personi. Do thotë është ajo çka gjithmonë do thotë u dëshirojmë pacientëve tanë, do thotë ta ruajnë shëndetin, ta menaxhojnë dhe vazhdimisht të kërkojnë ndihmë me kohë. Sa i përket bashkëpunimit, gjithsesi do thotë duhet dhe shumica e kanë, flasim për 70-80% të pacientëve e kanë atë besim tek mjeku am, te personeli shëndetësor, primar, sekondar dhe terciar, dhe duhet bashkëpunojmë të gjithë për të mirën e pacientit. Do thotë kohë fundit flasim për çdo pacient të jetë në qendër dhe gjithë ne të punojmë për të mirën e atij, sepse pacienti i shëndosh nënkupton pacient aktiv që të ketë mundësi të punohet, merret me aktivitetet do thotë me punë, të mbaj familje, të krijoj familje dhe të jetë i lumtur. Kur ato janë të lumtur, besoni se ma kënaqësi e madhe se sa një pacient të paraqitet, të treguë se fal angazhimit të mjekut, shumë më mirë, ndërsa neves na kujtohen ato të mira, atëherë besoni se edhe ne jemi të lumtur. Kështu që mjekët janë të lumtur. Po u thash se mjeku është i lumtur kur është i lumtur pacienti. Për ndryshe, gjithsesi duhet na besoni edhe neve, unë për herë ashtu në shaka, e shohin se edhe ne jemi të lodhur në ambulantë. Dhe kur hyn pacienti, doktor si e ai e mirë, na u lodh. Kështu që edhe ato e kuptojnë se edhe ne lodhemi. Edhe ne punojmë, por
atë kemi profesion. Është profesion human dhe ne jemi të lumtur gjithë mjekët. Doktor, ishte kënaqësi që kemi në studion e Provitës si ushtryes detyre drejtori i klinikës endokrinologjisë. Shpresoj se sërish do të shifemi normal vitin e ardhshëm. Faleminderit. Ndërkohë normal që falendrimet e veçanta shkojnë edhe në adresë të juën shikues të nderuar. Kaq për sonte, shifemi të anën ardhshme. Deri atëherë mirëmbëngjes.